Investimet e huaja direkte në vend kanë regjistruar shifrën 1,21 miliard euro në 9 mujorin e vitit 2025. Sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, vlera e investimeve të huaja direkte është rritur me 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke reflektuar vijimsinë e interesit të investitorëve të huaj për ekonominë shqiptare. Referuar statistikave, sektori i pasurive të paluajtshme vijon të kryesojë investimet e huaja për të katërtin vit me radhë. Në 3 mujorin e tretë të vitit 2025, investimet e huaja në pronë arritën 150 milion euro, 70% më shumë krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit të kaluar. Për të gjithë 9 mujorin 2025, investimet e huaja në pasuri të paluajtshme u vlerësuan në 403 milion euro, duke shënuar një rritje prej 50% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pas pasurive të paluajtshme, sektori financiar renditet i dyti për nga vlera e investimeve të huaja. Për 9 mujorin 2025, investimet e huaja në aktivitete financiare dhe të sigurimit kanë arritur në 219 milion euro, në rritje me 6,3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Banka e Shqipërisë thekson se rritja e investimeve në sektorin financiar në vitet e fundit ka qenë kryesisht e lidhur me rritjen e kapitalit dhe investimeve të reja nga sipërmarrjet ekzistuese që operojnë në treg, tregues ky që ka dhënë ndikim në rritjen e ekonomisë së vendit.